Wall Street e mbylli ditën me rritje të fortë, i nxitur nga shpresat për një ulje të tensioneve në lindjen e mesme. Konflikt që javët e fundit kishte rritur ndjeshëm çmimet e naftës dhe shqetësimet për inflacion global. Indekset kryesore shënuan një rikthim të fuqishëm. Dow Jones u rrit me 2.5%, S&P 500 me afro 3%, ndërsa Nasdaq avancoi mbi 3.8%, duke regjistruar kështu rritjen më të madhe ditore që nga maji i vitit të kaluar. Rritja erdhi pas raportimeve të pakonfirmuara se presidenti i Iranit është shprehur i gatshëm të përfundojë luftën, nëse plotësohen disa kushte. Gjithashtu, një raport i Wall Street Journal sugjeroi se presidenti amerikan Donald Trump mund të jetë i gatshëm të ndalë fushatën ushtarake kundër Iranit, edhe nëse ngushtica e Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur. Sipas analistëve të tregut, këto sinjale kanë ndihmuar në qetësimin e investitorëve, duke larguar skenaret më negativ për një konflikt të zgjatur që mund të ndikonte rënd ekonominë globale. Konflikti një mujor kishte sjellë rënje të forta për tregjet, me S&P 500 dhe Dow Jones që regjistruan humbjet më të mëdha tremujore që nga viti 2022 për shkak të frikës se rritja e çmimeve të karburantit do të dëmtonte kërkesën globale. Ndërkohë, çmimet e naftës ranë gjatë ditës së martë, duke reflektuar optimizmin e tregjeve. Në bursë, kompanitë më të mëdha teknologjike udhëhoqën rritjen, me Nvidia që u rrit mbi 5.5%, Alphabet mbi 5% dhe Meta Platforms mbi 6.5%. Një rritje e fortë u regjistrua edhe nga Marvell Technology, aksionet e së cilës u rritën me afro 13%, pasi Nvidia investoi $2 miliard në kompani. Po ashtu, kompania e cloudit CoreWeave pa një rritje prej 12%, pasi siguroi një kredi prej $8.5 miliard për zgjerimin e infrastrukturës e inteligjencës artificiale. Në të kundërt, aksionet e kompanisë së energjisë bërthamore Constellation Energy ranë me 6.5%, pasi kompania paralajmëroi fitime më të ulta se pritshmëritë për vitin 2026 dhe njoftoi plane për investime të mëdha për të përmbushur kërkesën në rritje për energji të pastër.